Antari i kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës Arden Gashi tha se kryetari i partisë Lumir Abdigjiku e ka kryer. LDK-ja po mban një mbledhje të kryesisë para së cilës Gashi u pyet nga gazetarët si duhet të veprojë Abdigjiku. Ka vepruar, i e ka kryer, thash kur Gashi teksa hynte në selinë e partisë. Abdigjiku ka ofruar dorëheqjen nga opozita e kryetarit të partisë duke thënë se kuvendi i LDK-s do të vendosë nëse do ta pranojë këtë akt të tij. Disa në partinë më të vjetër në vend kanë shprehur pa kënaqësi që dorëheqja e Abdigjikut nuk ishte e parevokueshme. Në liçenin e Ujmanit sot është shënuar festa ortodokse e Bogoja Vlenjës përmes manifestimit tradicional të notimit për Kryshin. Në këtë aktivitet mbi 300 qytetarë serbë hodhën në ujërat e ftohta të liçenit, pavarësisht temperaturave të ulta, për të tentuar të kapin Kryshin duke shënuar kështu një numër rekord pjesëmarrëssh. Manifestimi ka tërhequr një numër të madh të pjesëmarrësve dhe shikuesve ndërsa gjatë organizimit janë vërejtur edhe flamuj me përmbajtje provokuese për fshirë simbole shtetërore të Federatës Ruse. Kisha ortodokse serbe ka dalë me një deklaratë publike duke bërë të ditur se për arsye sigurie dhe për shkak të kusteve të motit nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë për organizimin e kësaj ngjarjeje, ndonse manifestimi është mbajtur sipas traditës së viteve të kaluara. Të pranishëm gjatë kësaj feste kanë qenë edhe zyrtarë të policisë së Kosovës, të cilët kanë monitoruar situatën dhe janë angazhuar për mbarvajtjen e rendit dhe sigurisë publike gjatë gjithë kohës zgjatjes së aktivitetit. Notimi për Kryshin në liçenin e Ujmanit organizohet tradicionalisht që nga viti 2011 dhe zhvillohet me një distancë simbolike prej 33 metrash nga bregu, distancë kjo që përfaqëson në vitet e jetës së Jezu Krishtit. Sipas traditës, pjesëmarrësi që arrin i pari te Kryshi shpërblehet duke marrë ato si simbol të besimit dhe festës së Bogoja Vlenjas.